Trajneri Silvinho ka folur pas humbjes 2-1 të Shqipërisë ndaj Polonisë. Për kuqëzinjt ishte zhgënjim, pasi kaluan të parët në avantazh. Jam i trishtuar, jam krenar për të gjithë lojtarët që kanë bërë ndeshje të barabartë, me skuadër të fortë që është mësuar të luajë në Umapian apo botror dhe në këtë stadium të madh me kaq tifoz. Jam i trishtuar, kështu kam qenë që fëmijë që 7-8 vjeç mërzitesha nëse humbja ndeshje. I tillë është futbolli, por jam shumë krenar për çfarë kanë bërë lojtarët sot. Ramadani, jam shumë krenar në fakt e menduam zurënësimin me Pylon se mund të kalonim 3-5-2, ka ritëm dhe luan me topin. Nga ana tjetër, kur të mungon një sulmues qendre tipik, munduam të luftojmë nga krahët me Uzunin dhe Hoxhën. Hoxha shënoi, Uzuni pati mundësi, e vështirë të përballesh me mbrojtjen polake, duhet gjenim një mënyrë për ta thyer. Jam shumë i lumtur për të gjithë rrugtimin që kemi bërë të gjithë bashk. Ne jemi një. Nuk mendoj tani për një vendim të caktuar. Sot ka qenë ditë e trishtueshme. Tani mendoj për të shkuar në Valencia. Ky është rrugtim shumë i mirë. Një hap përpara që ne kemi bërë të gjithë si vend, federat dhe lojtar. Dua të marr 24 orë për të qenë paksa i trishtuar. Të vish këtu është një moment gëzimi, të luanim për një vend në botror, por edhe një trishtim që nuk ja dolëm. Është i gjithi një rrugtim dhe i lumtur për çfarë arritëm. Për momentin mendoj vetëm për ndeshjen që vjen me Valencian. E kujtoj shumë mirë ndeshjen e 3 viteve më parë, pikërisht këtu. Ka qenë minuta e 82, ajo më ka mbetur në zemër. Kjo do më mbetet akoma më shumë në zemër, mundësitë që kemi humbur. Ishte Polonia në një ndeshje finale të play-off të botrorit me Suedin dhe kanë qenë Zielinski dhe Lewandowski që kanë shënuar.